kur njerëzit e afërt të Vaçe Zelës hynë në dhomën e saj pas largimit të saj të përjetshëm, gjetën diçka që i ngriti të gjithëve fërkimin e lëkurës, një letër të palosur me kujdes, fshehur në tel të vjetër kitare, e shkruar me dorën e saj, me germa të vogla dhe të dridhura, si nga një grua që kishte luftuar shumë kohë të mbante gëzimin e rrejshëm mbi fytyrën e saj të famshme. Kjo letër nuk ishte për botën. Nuk ishte për fansat që e donin si perëndesh. Nuk ishte as për ata që e quanin zërin e kombit. Ishte një letër private, plot me fjalë të errëta, që rrëfente një të vërtet të dhimbshme, se ajo që botës i dukej dhurat nga zemra, në fakt ishte liri e blerë me burg, me heshtje dhe me lodh. Por kjo letër, ashtu si shumë gjëra të tjera nga jeta e vërtet e Vaçe Zelës, misteriozisht u zhdu. Kush e mori? Kush i fshiu gjurmët? Dhe pse historia zyrtare nuk flet asnjë fjalë për të? Vaçe Zela. Vetëm ky emër, i shqiptuar me zë të ulët, mjafton të dikur për të bërë zemrat e njerëzve të thjesht të rrahin me forcë të dyfisht. Ajo ishte gruaja me flokë të errëta që qëndronte mbi skenë si një perëndesh e shkputur nga e njëjta tokë e vrarë mbi të cilën mijëra shqiptar i kalonin ditët mes radhe e mungesash, mes frikës dhe shpresës së grisur. Zëri i saj ishte diçka e pabesueshme, si uji i ftohtë mbi gjakun e ndezur të një populli që nuk kishte gjë tjetër veç se këngës i besonte. Dhe pikërisht ky kontrast, shkëlqimi i skenës nga njëra anë dhe nxirja e jetës reale nga ana tjetër, ishte zemra e historisë më të dhimbshme që Albania ndonjëherë i ka ruajtur nën hi. Por historia që do t'u tregojmë sot nuk fillon me duar trokitjet. Fillon me një kitar. Dhe me një sekret. Kishte dikur, në thellësinë e viteve kur Shqipëria ishte shtrënguar si grusht i mbyllur, një burr i thjesht nga një qytet e vogël, njeriu që të gjithë fqinjet e tij e njihnin si ai me biçikletën e kuqe, i cili mori nga duart e Vaçes. Pas një koncerti dimri, një kitar të vjetër me korde të lyera me ndryshk dhe trup me njolla nga vitet. Ai nuk e dinte atëherë se ky instrument do t'i ndryshonte jetën. Nuk e dinte se ky ishte i fundit që Vaçe kishte shtrënguar me gishtat e saj gjatë atyre netëve të vetmuara, kur ajo ulej në cepin e dhomës dhe luante vetëm për veten e saj, jo për partinë, jo për popullin, jo për emrin e madh, thjesht luante, sepse muzika ishte i vetmi fajtor i pafajshëm që ajo kishte guxim ta donte pa kushte. Por çfarë i kishte thënë ajo atij burri kur ja kishte dhënë kitarën? Çfarë sekreti kishte mbyllur brenda atij instrumenti druri dhe teli? Dhe pse disa dekada më vonë, ai burr, tashmë i plakur, me sy të lodhur, thoshte me zë të dridhurshëm, ajo na shpëtoi, ndërkohë që ajo vetë po fundosej? Vaçe Zela lindi në Lushnjë, në një ditë pranverore të vitit 1939. Bota ishte në luftë. Shqipëria po dridhej mes forcave të kundërta. Dhe mbi gjithë atë kaos, mbi gjithë atë mjegull të luftës, erdhi zëri i saj, i vogël dhe i pastër si zëri i një fëmije që nuk di ende çfarë peshon bota. Familja e saj nuk ishte e pasur. Nëna e saj ishte grua punëtore, me duar të vrazhdëta nga puna e vazhdueshme, dhe babai i saj ishte njëri i muzikës me shpirt. Ai e mësoi të bukurën e notave përpara se vajza ta dinte emrin e shkronjave. Vaçja vogël ulej pranë babit të saj dhe dëgjonte, me sy të hapur si dy pjata qelçi, kur ai luante violin natën vonë, pasi fëmijët e tjerë tashmë ishin shuar si qiring. Ky imazh, babi, violina, natën vonë dhe Vaçja me vesh të shtrënguar pas derës, ka mbetur gdhendur në kujtimet e të gjithë atyre që e kanë njohur mirë. Por Shqipëria e komunizmit nuk ishte vend ku talentet lulëzonin lirshëm si lule fushash. Ato krasiteshin, formoheshin, kontrolloheshin, si bim në kasollën e diktatorit ku secila degë duhet të rritej drejt, sipas planit. Edhe Vaçe Zela, me gjithë atë zë hynor, nuk shpëtoi dot nga gërshërat e sistemit. Dhe kjo ishte fara e parë e asaj plage të fshehur që ajo do ta mbante deri në fund. Ata që e kanë parë herën e parë në skenë rrëfejnë se ishte si të shikonje shkulljen e rrufes, diçka e papritur, e ndezur dhe e paharrueshme. Kishte moshën e 18 viteve kur u dëgjua zëri i saj jashtë mureve të Përmetit dhe ishte 23 vjeçe kur Tirana e pranoi si bien e vet, shteti e mori, e veshi, e vendosi mbi skenë, e bëri flamur dhe kjo, për shumë njerëz të thjeshtë, ishte gjithçka që duhej ditur. Por nuk ishte e gjitha. Kur nuk është e gjitha, kur flasim për njerëzit që i njëjtë sistem që i ngri, u ashtrëngon edhe fytin. Pranë saj, nga fillimi i karrierës, kishte njerëz, burra dhe gra me kostume të këndshme dhe buzagazi zyrtar, që menaxhonin çdo fjalë, çdo notë, çdo lëvizje të saj publike. Ata vendosnin se çfarë këngësh do të këndonte, çfarë fustani do të vishte, madje edhe çfarë do të thoshte në intervista. Vaçja ishte zëri.
por zëri kishte pronar. Dhe kjo çon të pyetja e parë e madhe e kësaj historie: a kishte Vaçe Zela ndonjëherë mundësi të jetonte jetën e saj, jetën e vërtetë, jo atë të skenës, pa pasur ndjesinë se dikush po e shikonte nga hija? Por le ta lëm për një çast dritën e rrëfimit të kthyer nga shkëlqimi i skenës dhe ta drejtojmë nga nxirja e fshehtë. Sepse diku, në arkivat e pluhurosura të institucioneve kulturore shqiptare, ekzistojnë dokumente që shumica e njerëzve nuk i kanë parë kurrë. Dokumente që nuk janë bërë publike me dekada. Letra kërkesash, raportime të brendshme, vendime administrative, të gjitha me emrin e Vaçe Zelës. Dhe mes tyre, sipas disa burimeve që ne kemi arritur t'i kontaktojmë gjatë hulumtimit ton, disa burime të pakonfirmuara pretendojnë se mund të ekzistojë diçka tjetër, një dokument nga vitet 50 i shkruar me makinë shkrimi, me vulë zyrtare, i cili thuhet se ka të bëjë drejt për së drejti me kitaren, me njeriun të cilit i u dha, dhe me kushtet e fshehura nën atë dhuratë të dukshme. Ky dokument, nëse ekziston ashtu siç thon burimet tona, tregon se asnjë gjë në jetën e Vaçe Zelës nuk ishte aq e thjeshtë sa dukej. Asnjë gjest nuk ishte i lirë. Madje as dhënia e një kitare. Por para se të arrijmë te ai dokument, para se të hapim atë arkiv, duhet të kuptojmë njerëzit. Duhet të kuptojmë epokën. Dhe duhet të kuptojmë se si e jetonte shpirtin e saj kjo grua e mahnitshme, ndërkohë që mbi supet e saj të holla mbante peshën e fitores kulturore të një shteti që e shite si pronë, jo si njeri. Viti 1956. Tirana ishte qytet i gërmimeve dhe ndërtimeve, i ndërtesave gri nën qiell dimri, i fëmijëve me kepuce të grisura dhe nënave me shami koke. Racia ishte realitet i përditshëm, vaj, sheqer, miell, sapun, gjithçka mat me kartele. Njerëzit rrinin radha prej agimit me frymë të ngrirë dhe shpresë të mpirë. Kjo ishte Shqipëria reale, e fshehtë pas flamujve të kuq dhe fjalimeve të zhurmshme. Dhe mbi këtë realitet, si një ëndër e importuar nga ndonjë botë tjetër, dilte Vaçe Zela, me fustane të qëndisura, me flokë të rregulluara dhe me atë buzëqeshje të gjerë që i thonte çdo njeriu në sallë, gjithçka do të jetë mirë. Dhe njerëzit e besonin. Jo sepse ishin naiv, por sepse kishin nevojë. Kishin nevojë për dikë që t'u thoshte se bukuria ekziston, se jeta ka kuptim, se kjo tokë e vrarë ka dhe mund të ketë këngë. Kjo ishte fuqia e vërtetë e Vaçe Zelës, jo thjesht zëri, por shpresa e mishëruar. Ajo ishte bukuria e ekzistencës njerëzore ndaj një sistemi që kishte vendosur t'i shlyente ngjyrat e saj. Por çfarë paguaj pas skenës për ta mbajtur gjallë atë bukuri artificiale? Sa lot fshehnin ata kostume me shkëlqim? Dhe kush, prej njerëzve të afërt të saj, e dinte me të vërtetë çfarë paguaj? Nuk ka shumë njerëz gjallë sot që e kanë njohur Vaçen personalisht, jo Vaçen e skenës, por Vaçen e shtëpisë, gruan që zgjohej në mëngjes pa grimin, pa dritën e reflektorëve, pa tingullin e duartrokitjeve. Por ata pak që ekzistojnë flasin me zë shumë të ulët, sikur edhe pas gjithë këtyre dekadave kanë ende frikë se dikush mund t'i dëgjojë. Dhe kjo vetë frikë tregon shumë. Njëra prej tyre, një grua e moshuar tani, dikur kolege e re e Vaçes në ansamblin artistik, tha në një bisedë private, sipas burimeve tona, ajo qante prapa skenës. Jo çdo herë, jo rrallë, shumë herë. Por kur dilte para njerëzve, buzëqeshja i shndrizej si e re. Askush nuk e kishte iden. Nimeni nuk mund ta besonte. Por pse qante? Çfarë dhimbje aq të thellë mbante ajo grua, që vinte para audiencave me mira dhe u jepte dashurinë e saj pa kursim, ndërkohë që brenda kishte boshllëk? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi pak pas. Duhet të hyjmë në brendësinë e makinës shtetërore kulturore, e cila trajtonte artistët jo si individ, por si instrumente, ashtu si vetë kitara, ajo që do të bëhet pika qendrore e kësaj rrëfenje. Kitara që u dha, por nuk u dha lirisht. Kitara që shpëtoi dikë tjetër, ndërkohë që ajo vetë kishte nevojë të shpëtohej. Dhe tani vjen pyetja për të cilën shumë njerëz kanë menduar, por askush nuk ka guxuar ta bëjë me zë. Nëse ajo jetoi gjithë jetën duke u dhënë të tjerëve, duke i dhënë popullit shpresën, duke i dhënë shtetit imazhin, duke i dhënë atij burrit të thjesht kitaren, çfarë i mbeti Vaçes vetë? Çfarë kishte ajo për veten e saj? Tani duhet të flasim për një gjë që historia zyrtare e ka lënë gjithmonë jashtë, madje me qëllim, sipas shumë historianëve kulturor të gjeneratës aktuale. Ndërmjet viteve 1955 dhe 1960, karriera e Vaçes Zelës njohu kulmin e parë të madh. Ajo ishte emri numër 1, ikona pa rival, vajza e artë dhe kulturës shqiptare.
Por pikërisht në ato vite, siç tregohet nga disa fakte arkivore të mbledhura tani, u nënshkrua diçka që askush nuk e dinte dhe nuk duhej ta dinte. Një marrëveshje e tillë natyre që artistit nuk i linte asnjë zgjedhje reale, jo mbi muzikën që do të këndonte, jo mbi vendet ku do të performonte, jo mbi jetën private, madje as mbi objektet personale të cilat, sipas asaj marrëveshjeje, konsideroheshin pronë kulturore e shtetit. Kitara, sipas burimeve tona, ajo kitarë e famshme, ajo kitarë me të cilën filloi gjithë kjo histori, nuk ishte e Vaçës në kuptimin ligjor. Ajo i takonte sistemit. Dhe kur ajo e dha atë burrit të thjesht, bëri diçka tepër të guximshme, diçka tepër njerëzore, madje subversive sipas logjikës së atij sistemi. Dhe kjo guxim, siç do ta shohim, do ta ndiqte si hije deri në fund. Por para se ta kuptojmë plotësisht peshën e asaj gjesture, duhet të njohim mirë botën brenda së cilës ajo jetonte. Duhet të njohim njerëzit që e rrethonin. Duhet të njohim veçanërisht njeriun që erdhi afër saj si mbështetje, por shumë njerëz tashmë pyesin nëse ai erdhi me zemër apo me llogaritje të ftohta. Emri i tij nuk do ta shqiptojmë plotësisht sot, jo nga respekti, por sepse disa gjëra duhen treguar hap pas hapi, jo të gjitha njëherësh. Mjafton të themi se ishte burr me lidhje, me ndikim brenda rretheve kulturore, me fytyrën e veshur gjithmonë me buzagaz dhe me fjalë të buta si vaj mbi ujë. Ai hyri në jetën e Vaçës si dikush që e kuptonte, si dikush që e vlerësonte jo vetëm zërin, por edhe njeriun prapa tij. Ata që ishin atëherë pranë tyre thonë se ai mund të kishte qenë burri i saj, jo vetëm aleati artistik, dhe disa thonë se ndërmjet tyre kishte diçka shumë të thellë, të errët dhe të dhimbshme njëkohësisht. Por kishte edhe diçka tjetër tek ky burr, diçka që nuk dilte menjëherë, ashtu si prapa çdo qendre druri ka kalbëzim që nuk shihet nga jashtë. Disa njerëz, duke folur me kujdes dhe me fjalë të matura, sugjerojnë se ky i njëjti njeri kishte interesa që shkonin përtej muzikës dhe dashurisë. Se ai kishte raporte me njerëz të sistemit. Se raportimet e brendshme të kohës, ato letra administrative që cituam pak më parë, kishin lidhje me informacione që rrjedhin nga shumë afër Vaçës. Ishte ai njeri me fytyrë miqësore dhe fjalë si mëndafsh, ai i cili raportonte? Apo kjo është vetëm spekulim i kohës? Dhe nëse ishte ai, si e jetoi ajo atë tradhti, apo nuk e diti kurrë? Këto pyetje mbeten të hapura, si plaga e vjetër nën fustanin e ceremonisë. Por ato nuk mund të shpërfillen. Sepse shpesh njerëzit më të dëmshëm për ikonat e kulturës nuk janë armiqtë e hapur, janë ata që rrin pranë, me dorën mbi supë, ndërkohë që me dorën tjetër hapin dyert e fshehura. Dhe tani, ndërkohë që mendja juaj po kthehet te ajo gri e sistemit dhe shkëlqimi iluzor i skenës, le ta kthej vëmendjen nga akoma më larg, aty ku kjo histori merr dimensionin e vet pothuaj mistik. Ata që e kanë njohur Vaçën mjaftueshëm mirë flasin për një zakon të çuditshëm dhe të vazhdueshëm të saj. Ajo nuk hipte kurrë në skenë pa bërë një gjest të caktuar. Nuk ishte lutje, ose jo vetëm lutje. Ishte diçka fizike, diçka e prekshme. Sipas njerëzve të afërt, ajo mbante gjithmonë pranë saj, të fshehur brenda xhepit të fustanit apo të mbyllur në gërshetin e duarve, një copës të vogël leckeje, të qepur dikur nga nëna e saj, sipas disa rrëfimeve, apo të marrë gjatë një udhëtimi të errët në jug, sipas disa të tjerëve. Askush nuk e dinte sakt origjinën e saj. Por asnjëherë, absolutisht asnjëherë, ajo nuk doli para audiencës pa të. Njerëzit që punonin me të flisnin qetë, nëse nuk gjente atë copës, bëhej nervore, pale, nuk ishte ajo. Dhe ishte kjo rutinë, kjo lidhje e fortë me atë objekt modest, që e bënte shumë artistë dhe drejtues të kulturës të ngrenë vetullat. Disa e quanin bestytni fëminore. Disa të tjerë, ata me pushtet dhe me mentalitet të kontrollit absolut, e shinin me dyshim, si mundet që artisti ynë kryesor të mbështetet tek gjëra të tilla iracionale. Kjo nuk pajtohet me idenë e njeriut të ri socialist, racional dhe të lirë nga paragjykimet. Dhe kur, në njërin prej viteve më të vështira, ajo copës leckeje u zhduk, u humb, sipas përshkrimit zyrtar, Vaçe Zela bëri diçka që të merroi njerëzit pranë saj. Ajo refuzoi të dilte në skenë. Jo me çmendje, jo me zhurmë, thjesht qëndroi ulur, me sytë bosh, dhe tha me zë shumë të qetë, sot nuk këndon zëri im. Askush nuk arriti ta bindë. Koncert u anulua. Dhe asnjëherë nuk u shpjegua zyrtarisht pse. Por ata që ishin atje, ata pak që ishin mbyllur me të brenda dhomës së ngjeshur pas skenës, thanë se ajo nuk ishte vetëm e bezdisur apo kapriçoze. Ajo dukej e friksuar.
Dhe kjo frikë, kjo ndjenjë se pa atë objekt modest ajo ishte e zhveshur, e pambrojtur, e lënë në mëshirë të fatit, është guri i parë i mozaikut të erët që kjo histori po ndërton ngadalë. Çfarë simbolizonte ajo copës leckeje? Çfarë sillte ajo me veten, mbrojtje, shpresë, apo kujtim të diçkaje apo dikujt që nuk duhej harruar? Dhe kush ishte në të vërtetë njeriu apo sistemi, i cili humbi atë copës pikërisht kur Vaçe kishte më shumë nevojë për pushtet mbi veten? Kishte një dhomë në Tiranë, jo shtëpia e njohur, jo apartamenti zyrtar ku gazetarët shkonin për intervista të planifikuara, jo dhoma e nderit ku fotot ishin rreshtuar me kujdes si trofe, por një dhomë tjetër, në një ndërtesë gri me fasadë të lyer sa për sy e faqe, në një rrugicë anash bulevardit kryesor, ku dyqani i perimeve poshtë kishte gjithmonë dritaret e mjeguluara nga avulli. Asnjë nga fqinjet nuk e dinte se kush banonte atje, sepse askush nuk pyeste, dhe kjo, në Shqipërinë e atyre viteve, ishte vetë forma e mbijetesës, mos shih, mos dëgjo, mos pyet. Por ata pak që e dinin, njerëz me pozita, me çelësa të dy fishta dhe me aftësinë për të harruar me porosi, flisnin me zënën zë për vendin ku Vaçja ishte e vërteta. Sepse atje, larg kamerave dhe raportimeve, larg skenës dhe fustanit me shkëlqim, ajo grua e jashtëzakonshme lëshoi si plaçkë e lodhur nga lufta. Atje rrinte ulur me orë të tëra, me cigare ndezur dhe me fletore të hapur mbi gjunjë, dhe shkruante gjëra që askush nuk duhej t'i lexonte. Atje qante pa ndjenjën e turpit. Atje ishte Vaçja e vërtet, jo ikona, por gruaja. Dhe pyetja që askush nuk ka guxuar ta bëjë është kjo: kush tjetër e dinte për atë dhomë, dhe çfarë interesi kishte për ta mbajtur të hapur atë derë të fshehtë? Njerëzit që jetonin rreth asaj ndërtese flasin sot, pas gjithë atyre dekadave, me tonin e dikujt që kanë nxjerrë jashtë barën e diçkaje të rëndë, të mbajtur shumë gjallë. Njëri prej tyre, i moshuar, me sy të qartë dhe kujtesë të ashpër siguri, thotë se her pas here, zakonisht vonë mbrëm, dëgjonte zërin e saj duke ardhur nga lart, jo duke kënduar, jo duke recituar, por duke folur. Duke folur me veten e saj, sipas tij, ose me dikë tjetër që qëndronte po aq i heshtur. Dhe ai zë që kishte gëzuar stadiumet, që kishte ngrirë bisedat, që kishte bërë burra të rritur të lotojnë, atje ishte i vogël, i dridhur, pothuaj i padëgjueshëm. Kjo dhomë nuk ishte kapriço e divës dhe nuk ishte aventurë e fshehur, siç mund të mendojë dikush i nxituar. Kjo dhomë ishte i vetmi territor i lirë që i kishte mbetur asaj prej sistemit. I vetmi cep ku mund të ishte njeri, pa dëshmi, pa raporte, pa sytë të atyre që menaxhonin imazhin e saj si kapital të shtetit. Dhe pikërisht sepse ishte kaq private, kaq e vërtet, ekzistenca e saj tregon më shumë për dhimbjen e brendshme të Vaçes Zelës se çdo biografi zyrtare e shkruar nën kontrollin e cenzurës. Por çfarë ndodhte brenda asaj dhome, çfarë shkruhej në ato fletore, kush vinte e ulej në ndenjësen e vetme me milë të lyer me boj, çfarë muzike tingëllonte ndonjëherë pa audiencë, ka mbetur sekret. Dhe sekretet, si gjithçka e bllokuar fort, gjejnë gjithmonë mënyrën e vet për të dalë. Sepse njërit prej atyre njerëzve të besuar, njërit prej atyre të rrallëve që e dinin për atë dhomë, i mbeti diçka konkrete, jo letër, jo foto, jo dokument me vull. Por dëshmi gojore, e dhënë vetëm një herë në shtëpinë e tij, pa regjistrues, pa dëshmitar të tjerë, me fjalët: po të tregoj sepse je i ri dhe sepse historia duhet ta di, por emrin tim mos e bëj kurrë. Dhe ai tregoi për kitaren. Por jo vetëm kitaren. Ai tregoi se ajo dhomë kishte qenë vendi ku Vaçe kishte nënshkruar disa prej vendimeve më të dhimbshme të jetës së saj, jo me presion direkt, jo me zinxhir të dukshëm, por me lodhjen e thellë të dikujt që ka luftuar shumë gjatë dhe nuk ka më fuqi të thotë jo. Dhe njëra prej atyre vendimeve kishte të bënte drejt për së drejti me atë burrin e thjeshtë dhe me instrumentin e drurit e telave të ndryshkur. Kush hynte rregullisht në atë dhomë, veç Vaçes? Kush kishte kopje të Chelsit dhe çfarë interesi kishte ai njeri për ta mbajtur Vaçen gjithmonë pak të varur, pak të detyruar, pak të lidhur me atë vend të errët e të vetmuar? Emri i saj dëgjohet rrallë sot dhe kur dëgjohet, shoqërohet gjithmonë me heshtje të pakëndshme, ajo heshtje që njerëzit bëjnë kur nuk duan të flasin keq, por nuk kanë as zemër të flasin mirë. Atëherë, në vitet kur Vaçe Zela ishte në kulmin e famës së saj, kjo grua quhej me emra të ndryshëm nga njerëz të ndryshëm: miku besnik, kolonia artistike, gruaja me ndikim. Por pas gjithë atyre titujve të butë fshihej një realitet shumë më i fortë. Ajo ishte figura që qëndronte gjithmonë një hap pas Vaçes, e dukshme por jo e theksuar, e pranishme por jo e regjistruar zyrtarisht, e afërt por gjithmonë pak misterioze.
Dhe tani, për herë të parë pas gati 30 vitesh heshtjeje, sipas burimeve tona, kjo grua ka pranuar të flasë, me kushtin që imazhi i saj të mos shfaqet dhe emri i plot të mos zbulohet. Foli ngadalë, me fjalë të matura, sikur edhe sot, pas gjithë këtyre viteve, kishte frikë se mikrofoni mund ta tradhtojë. Ajo tha diçka që askush nuk e kishte thënë kur hapur, dhe fjalët e saj bien sigur mbi ujë të qetë. Vaçja nuk e dha atë kitar nga dashuria për atë njeriun. E dha sepse i than ta jepte. Por mënyra se si ja dha, ajo ishte e saja. Ajo gjesti i vogël njerëzor, ajo dore e shtrirë ndaj të panjohurës, kjo ishte i vetmi moment i lirë brenda asaj ngjarjeje të kontrolluar. Kjo dëshmi e thjesht, e dhënë me zë të ulët dhe me lot që mbaheshin me vështirësi, ndryshon gjithçka. Sepse nëse kjo është e vërtet, nëse kjo dëshmi është e vërtet, atëherë dhënia e kitarës mund të mos ketë qenë spontane, mund të mos ketë qenë gjestë zemre, por veprim i diktuaruar nga sistemi. Dhe në atë rast e gjithë historia që kemi njohur rreth asaj dhurate bëhet diçka tjetër plotësisht. Bëhet dëshmi e robërisë. Bëhet provë se madje edhe bujaritë e Vaçës Zelës ishin pronë e shtetit. Por kjo grua, kjo figurë e heshtur, kjo mik besnike që qëndronte gjithmonë një hap mbrapa, nuk kishte qenë e pastër as vetë. Sipas burimeve tona, disa njerëz të asaj kohe e akuzojnë atë se kishte raporte dysh. Nga njëra anë, ishte ajo që mbante Vaçën, që e qetësonte kur ankthite mbi ngarkohej, që i sillte çaj natën vonë dhe mbante çelësin e asaj dhome të fshehtë. Por nga ana tjetër, dhe kjo është akuza që nuk ka mundur të konfirmohet plotësisht, por as të hidhet poshtë, sipas disa burimeve të asaj kohe, thuhet se ajo mund të kishte kontakte me zyra të caktuara, me njerëz të cilët kishin interes të dinin se çfarë mendonte, çfarë ndjente, çfarë fliste Vaçja kur ishte e lirë. Ajo vetë e mohon. Dhe ndoshta e mohon me të drejtë. Por heshtja e gjatë 30 vjeçare, fakti se nuk kishte folur kurrë, se kishte zgjedhur padukshmërinë si mbulesë, lë pyetje të hapura. Dhe pyetjet e hapura, si plagët pa trajtim, kthehen vetë. Çfarë dinte ajo grua për sekretit e Vaçës Zelës, dhe çfarë gjëje aq të rëndë kishte mbajtur me vete, që 30 vjet të heshtjes i dukeshin zgjidhja e vetme e mundshme? Ishte një pasdite vjeshte, ditë gri dhe e lagësht, me era të ftohtë që i rrithë buzës së dritareve si frymëmarrja e dikush që po nxiton, kur te salla e provave të ansamblit kryesor artistik të Tiranës erdhi dikush që nuk duhej të ishte atje. Nuk ishte artist. Nuk ishte teknik. Nuk ishte asnjë prej atyre fytyrave të zakonshme që Vaçi i njihte me emër dhe me historinë e tyre të vogël të bezdishme. Ishte njëri i panjohur, me pallto të zezë dhe çantë lëkure në sqetull, dhe ai hyri me hap të sigurt, jo si dikush që hyn me leje, por si dikush që leje nuk ka nevojë ta kërkojë sepse e ka gjithmonë, kudo. Ai kërkoi të fliste vetëm me Vaçën. Persona i sigurt i sallës u largua pa diskutim, dhe kjo vetë, ky largim i menjëhershëm pa asnjë pyetje, tregonte se kush kishte dërguar atë burr dhe sa lart shkonte ajo urdhëresë. Ata që ndodheshin jashtë sallës, disa muzikantë të rinj, një pianiste, ndihmësi i regjisorëve, dëgjuan gjëra që nuk i harruan kurrë. Sipas dëshmive të mbledhura me vite, nuk ishte vetëm bisedë. Ishte diçka shumë më intensive, zëri i burrit ishte i ulët, por tingëllonte si presion i vazhdueshëm, si uji që bie mbi gur, kurse zëri i Vaçës, ai zë që kishte zotëruar çdo sallë të madhe, herë ishte i ngritur dhe herë zhytej derisa nuk dëgjohej fare, zëvendësuar nga një heshtje e rëndë sigur e vendosur mbi gjoks. Kur dera u hap pas afro 40 minutave, 40 minuta që disa prej atyre njerëzve i përshkruan si koha kur gjithçka ndryshoi, burri doli i parë, i qetë dhe i pacenuar, si kush ka kryer punën. Vaçja doli pas tij, por nuk doli menjëherë. Kaluan disa minuta. Dhe kur doli, dikush nga ata muzikantë të rinj, ai i cili sot, i plakur dhe me flokë të bardhë, tregon me zë të dridhur, vuri re dy gjëra, sytë e saj nuk ishin lodh. Sytë e saj ishin bosh. Dhe ajo mbante duart e palvizshme pranë trupit, ashtu si njerëzit i mbajnë kur po mundohen fort të mos tregojnë se po dridhen. Ditën tjetër dhe 2 ditët pas, Vaçe erdhi në provë si gjithmonë. Asgjë nuk ndryshoi sipërfaqësisht. Por ata që e njihnin nga afër thonë se diçka nëndësore kishte ndryshuar pa kthim. Diçka e hollë dhe e padukshme, si teli i fundit i kitarës kur të qahet, nuk e dëgjon zhurmën, por muzika nuk del dot më e plot kurrë. Dhe kitara, ajo kitarë konkrete, ajo kitarë me trup me njolla dhe korde të ndryshkuara, u dha atij burri të thjesht saktësisht 4 ditë pas asaj takimi. 4 ditë. Jo pas muajsh vendimmarrjeje, jo pas reflektimit të gjatë dhe humanizmi spontan.
4 ditë pas vizitës së atij burri me pallto të zezë dhe çantë lëkure. Rasti? Ndoshta. Por historia ka mësuar se në Shqipërinë e atyre viteve, gjërat e rastit kishin zakonisht emër dhe mbiemër. 4 ditë pas asaj bisede të mbyllur, pasi kitara kishte ndëruar duar dhe historia zyrtare e kishte shpallur si dhuratë spontane të artistës së dashur për popullin, ndodhi diçka që askush nuk e kapi dot menjëherë, por që sot, me distancën e dekadave dhe me dokumentet që po dalin ngadalë si kocka nga toka e shkrirë, merr kuptim tronditës. Në arkivat e Ministrisë së Kulturës, mes dosjeve të pluhurosura të vitit 1957, ekziston një listë e shkruar me makinë shkrimi, me shtypën e rëndë dhe gërmat pak të shtyra majtas, tipare të njohura të asaj epoke, e cila mban titullin e thatë, artist për vëzhgim të shtuar kulturor. Kjo listë, sipas burimeve tona historike, nuk ishte dokument disiplinor i zakonshëm. Nuk ishte paralajmërim për gabime teknike apo cime artistike. Ishte diçka tjetër plotësisht, ishte faza e parë e një procesi shumë të qartë, shumë të qëllimshëm, të cilin ata që e zbatuan e quanin riorientim artistik, por që në realitet kishte vetëm një kuptim, fshirja. Dhe mbi atë listë, i nënvizuar me laps të kuq, jo me laps të zakonshëm, jo me shënim anësor, por me vit të dyfisht, e cila në gjuhën e atyre zyrtarëve do të thotë prioritet urgjent, ndodhej emri i Vaçe Zelës. Kush e kishte vendosur atë emër mbi listë dhe çfarë kishte bërë Vaçja, ose çfarë kishte refuzuar të bënte, që e kishte kthyer nga ikona e paprekshme në target të sistemit që vetë e kishte krijuar? Kjo pyetje nuk ka pasur kurrë përgjigje zyrtare. Por njerëzit që kanë jetuar atë kohë dhe kanë mbajtur sytë hapur flasin sot me kujdes dhe me shumë kursim fjalësh, sikur edhe tani besojnë se dikush po shënon emrat. Njëri prej tyre, ish punonjës i aparatit kulturor, njëri i cili ka kaluar gjithë karrierën duke zbatuar vendime që nuk i kishte marrë vetë, tha me zë të matur dhe me sy të ulur në dysheme, vendimi nuk erdhi nga poshtë. Kur nuk erdhi nga poshtë, ata vendime erdhi nga lart. Lart, dëmëtër. Aty ku askush nuk pyeste 2 herë. Shkaku i saktë mbetet i mjegulluar, si gjithçka e rëndësishme nga ato vite, por disa burime konvergojnë rreth të njëjtës pikë. Vaçe Zela kishte refuzuar diçka. Jo publikisht, jo me zhurmë, jo me dramë, por kishte thënë jo ndaj dikujt që nuk ishte mësuar me atë fjalë, ndaj dikujt i cili kishte pushtetin të shkruante emra mbi lista dhe të ndëronte fatin e njerëzve me të njëjtën lehtësi me të cilën ndëronte fleta kalendarit. Refuzimi kishte ardhur i qetë, i mbuluar me fjalë të sjellshme, por kishte ardhur, dhe kjo, në sistemin e asaj kohe, kishte peshë të një krimi. Makineria kishte filluar të lëvizte. E ngadalë, sistematike, e padukshme nga jashtë, por brenda, ajo zhurmë e ulët e mekanizmit të kontrolluar ishte dëgjuar qartë nga të gjitha ata që dinin si funksionante. Por ajo çfarë askush nuk e kishte llogaritur, as ata njerëz me lapsa të kuq dhe lista të fshehura, ishte fakti se makineria, sado e fuqishme, nuk mund ta shuante zërin. Jo menjëherë. Sepse ai zë kishte hyrë thellë brenda njerëzve të thjeshtë, brenda atyre radhëve të lodhura para dyqaneve, brenda atyre dhomave me një llam dhe me radio si dritare drejt botës. Dhe populli, edhe i papushtetshëm si ishte, mbante kujtime shumë të forta. A e kuptoi Vaçe Zela, kur emri i saj u nënvizua me atë laps të kuq të dyfisht, se jeta e saj kishte ndryshuar kthim? Dhe nëse e kuptoi, çfarë vendosi të bëj, të luftonte, të heshte, apo të gjente mënyrën e saj të fshehur të rezistencës? Ajo kishte duart e ngrira, thot grua e moshuar, duke shtrënguar çezmën e filxhanit të kafes mes gishtave si të donte të ngrohte kujtimet, jo vetëm duart. Jo nga të ftohtit. Nga brenda. Her pas here, kur dilnim bashkë nga dhoma e kostumeve, i merrja duart dhe i ndjeja si akull, edhe kur jashtë ishte verë, edhe kur salla kishte nxehtësi që ngjiste tek fyti. Kjo grua kishte punuar për mbi 20 vjet pranë Vaçe Zelës, jo si artiste, jo si funksionare, por si njeriu i padukshëm, njeriu pa të cilin skenat nuk do të kishin kuptim, por të cilin askush nuk e shënonte në programin e shfaqjes, kriminatorja e saj personale. Emrin e saj nuk e gjeni askund. Fotot e saj nuk ekzistojnë në asnjë arkiv zyrtare. Por ajo ekzistonte çdo ditë, çdo natë para dhe pas shfaqjes, ajo ishte aty, me furçat dhe kremrat e saj, duke mbuluar të vërtetën e fytyrës me shtresë pas shtrese ngjyre. Dhe ajo që mbulonte nuk ishte vetëm lodhja natyrale e një gruaje të moshuar. Nuk ishte vetëm thinjat e hershme apo rrudhat e hershme. Ishte diçka tjetër, ajo e di se çfarë ishte, dhe fjalët I vinë ngadalë, si gjëra të fshehura shumë thellë që duhen nxjerrë me kujdes që të mos thyhen.
Kishte periudha, thot ajo, kur fustanin nuk mund ta vishte vetë. Duart i dridhnin kaq fort sa nuk i kapte butonat. Unë i bëja të gjitha, i rregulloja flokët, i mbyllnja butonat, i fshija syt para se t'i bëja syt skenik. Dhe ajo qëndronte e palvizshme si statuj dhe nuk fliste. Heri i shikoja syt në pasqyrë dhe ata syti ishin diku tjetër, jo me mua, jo në sallë, jo askund që unë mund ta shikoja. Pas dekadash heshtjeje, dekada gjatë të cilave ajo kishte mbajtur gojën mbyllur, jo nga haresa, por nga frika e atij lloji që nuk largohet dot fare kur e ke mësuar prej të riu, kjo grua e thjesht, kjo kriminatore e padukshme, vendosi të flas. Jo për fame. Jo për para. Por sepse, sipas fjalëve të saj, kishte arritur moshën kur e vërteta peshon më shumë se siguria. Dhe e vërteta që ajo tregoi, me zë të qetë, me fjalë pak, pa asnjë dramaticitet të shtuar, ishte kjo: Vaçe Zela, në vitet e fundit të karrierës aktive, kishte shfaqje gjatë të cilave nuk ishte mirë. Jo e lodhur, jo me humor të keq, por shëndetësisht, thellësisht, dukshëm nuk ishte mirë. Dhe askush nuk kishte të drejtë ta thoshte. Askush nuk kishte të drejtë ta vononte shfaqjen, të thoshte audiencës se artista kishte nevojë për pushim, të vendoste shëndetin e njeriut para planit të ngjarjeve kulturore. Sepse planet nuk vonoheshin. Sepse ikonat nuk sëmureshin. Sepse sistemi kishte nevojë për bukurinë, sado bosh të ishte brenda. Dola para skenës, thot kriminatoria, dhe zëri i saj lëkundet paksa si drita e qiririt kur ndërhyn era, dhe e shikova duke hyrë në dritën e reflektorit. Dhe mendova, ajo është e vetmja njeri në këtë sallë me mira njerëz që është e vetmuar plotësisht. E vetmuar brenda zhurmës. E vetmuar brenda dashurisë. Asnjë prej tyre nuk e di. Asnjë prej tyre nuk do ta di kurrë. Çfarë tjetër kishte parë kjo grua, gjatë atyre 20 viteve me furça në dorë dhe fjalë të mbytura brenda? Dhe pse, nga të gjitha gjërat që kishte dëgjuar dhe parë, kishte zgjedhur pikërisht tani ta tregonte, dhe pikërisht tani ta zbulos lidhjen e fshehur midis asaj kitare dhe asaj plage të brendshme që Vaçe Zela nuk ja kishte treguar kurrë as skenës, as historisë, as popullit që e donte? Ishte ai njeri i panjohur me pallto të zezë që kishte hyrë në sallë atë ditë. Por pas tij erdhën udhëzimet e heshtura. Viti 1962 solli një gjë të re dhe të frikshme, heshtjen e organizuar. Jo heshtjen natyrale të dikujt që ikën, por heshtjen e qëllimshme, heshtjen me porosi, heshtjen e atyre që vendosin se kush dëgjohet dhe kush zhduket nga memoria kolektive si emri i fshirë nga buletini i fshatit. Programet e radios ndryshuan, jo me njoftim, jo me shpjegim, thjesht njërit mëngjes, këngët e Vaçe Zelës dëgjoheshin me denduri dhe të nesërmen ato mungonin. Jo të gjitha. Jo me njëherë. Por si ujë që largohet ngadalë nga tasa, kur vrimën e ka të vogël, por ta ka, pik e pik, qast e qast, derisa tasa është bosh dhe ti as nuk e ke kuptuar se kur ka filluar zbrazja. Njerëzit që punonin në radio flasin me shumë kujdes edhe sot, sepse disa prej tyre janë akoma gjallë dhe disa kujtojnë se gjërat e vjetra kanë rënje të gjata. Por thonë, me mënyrën e atyre që tregojnë pa treguar se kishte udhëzime. Udhëzime jo me shkrim, jo kur me shkrim, sepse ata njerëz ishin shumë të zgjuar për ta lënë gjurmën e letrës, por gojore, të dhëna mesdite, gjatë takimeve informale, me buzagaz dhe me tonet e bisedave mbi kafen. Nuk ka nevojë ta teproni me Vaçen. Ka artiste të tjera, duhet t'i nxirrni edhe ata. Diversiteti, shok, diversiteti. Fjalë të buta si vello për diçka shumë të ashpër. Dhe njeriu që qëndronte prapa atyre fjalëve, ai i afërm me fytyrë miqësore dhe raporte të dy fishta, ai që pretendonte të ishte menaxheri dhe miku i saj më i besuar, ai që kishte hyrë në jetën e Vaçes si mbështetje dhe kishte mbetur si hije, tashmë kishte kryer rolin e parë të mesëm dhe po kalonte në fazën tjetër. Ai nuk kishte nevojë të bënte zhurmë. Nuk kishte nevojë të gënjente me britma. Mjaftonte të fliste me njerëzit e duhur, në kohën e duhur, me fjalët e duhura, dhe makineria do të bënte të tjerat vetë. Vaçe Zela e kuptoi ngadalë. Ose ndoshta e kuptoi menjëherë, por preferoi të mos e pranonte menjëherë, sepse pranimi do të kishte thyer diçka të fundit brenda saj. Ato vite, sipas burimeve tona, ajo bëri diçka që tregonte shumë, filloi të lidhej me muzikantë të rinj dhe të panjohur, me njerëz që nuk kishin akoma pozita të mjaftueshme për t'u friksuar prej saj. I merrte pranë, i dëgjonte, ndonjëherë ua mësonte fshehurazi gjëra, mënyrën e frymëmarrjes gjatë këngës, mënyrën se si nota e lartë nuk hidhet me forcë, por ngrihet ngadalë si drita.
Ishte duke transmetuar diçka, jo vetëm teknik, por thelb. Ishte duke siguruar se kur zëri i saj të heshte, diçka e tij të mbijetonte. Por njerëzit e sistemit e shihnin edhe këtë. Dhe e shihnin me dyshim, sepse artisti i izoluar nuk ishte problem, artisti i izoluar heshte vetë. Por artisti që formon lidhje, që mëson të tjerët, që krijon rrjet kuptimesh jashtë kontrollit zyrtar, ky ishte rrezik ndryshe. Prandaj, njëri pas tjetrit, ata të rinj u thirren për biseda miqësore, dhe pas bisedave, distancoheshin. Jo me egërsi, jo me fyrje, thjesht largoheshin, me falje të qeta dhe sytë që nuk takonin më sytë e Vaçes. Dhe ajo, çdo herë, e kuptonte pa pyetur çfarë kishte ndodhur. Sepse kur e ke parë makinën të funksionoj shumë herë, e njeh tingullin e motorit edhe kur nuk e sheh. Ishte ai njeriu, ai miku besnik, ai me raporte të dy fishta, ai i cili i jepte sistemit emrat e të rinjve që afroheshin me Vaçen? Dhe nëse po, nëse ai vetë i kishte dorëzuar njërit pas tjetrit ata njerëz të vegjël, ato shpresa të reja, ato lidhje të fundit që ajo kishte provuar t'i ndërtonte, sa thellë arrinte tradhtia e tij, dhe sa kohë kishte njohur Vaçja para se t'i printe zemra? Por ku shkojnë parat kur ikonës i fiket drita nga sistemi, kur emri i madh nuk qëndron më mbi afishore, kur turneu nuk organizohet, kur kontratat shuhen njëra pas tjetrës si qirin në erë? Kjo pyetje, kaq konkrete, kaq brutale në thjeshtësinë e saj, është ajo që shumë njerëz nuk kanë guxuar ta bëjnë me zë, sepse brenda saj fshihet frika e madhe, se kumbari i kombit mund të jetë varfëruar para se të ndahej nga kjo botë, se kush mban zërin e popullit mund të jetë lënë pa bukë nga i njëjti popull i cili e quante shpëtimtare. Vaçe Zela, në kulmin e famës dhe produktivitetit të saj, kishte njohur bollkun relativ të artistit të shtetit, jo pasurinë e perëndimit, jo luksin e atyre në Moskë apo Prag, por një jetë të qëndrueshme, me apartament, me rrogë, me privilegjet e vogla që sistemi ja jepte me njërën dorë atyre që i shërbente me gjithë zemrën. Por sistemi kishte edhe dorën tjetër, dhe dora tjetër merrte gjithmonë më shumë se ajo që jepte. Kur programet e radios filluan ta largonin ngadalë, kur ftesat për festivale zun të ralloheshin, kur planifikimi kulturor e gjeti gjithnjë e pak të lista e prioriteteve, e gjithë ajo infrastrukturë e butë dhe jetës materiale filloi të tresej. Jo njëherësh, jo me befasi dramatike, por me zhdukjen e qetë të privilegjeve, njëri pas tjetrit, si çelësat e shtëpive që u merren ngadalë artistëve kur sistemi ka vendosur se nuk ka më nevojë për ta. Dhe pastaj erdhi ajo çfarë disa të afërmit e quajnë vitet e errëta të llogaritjes, periudha kur Vaçe Zela, e mbyllur me kujtimet dhe me heshtjen e detyruar, kishte mbetur pothuaj pa asgjë nga ajo çfarë kishte fituar. Jo sepse kishte shpërdoruar. Jo sepse kishte jetuar me kom, ajo ishte grua e thjeshtë në jetën private, pa kapriçot e divave të filmave perëndimor. Por sepse ata që kishin qenë pranë saj gjatë viteve të bollkut, ata miqtë dhe të afërmit dhe besnikët me emra dhe detyra të paprecizuara, kishin gjetur mënyrat e tyre për të bërë llogaritë e fundit para se të largoheshin. Njëri prej njerëzve të asaj kohe, njëri që sot jeton në qetësi dhe nuk pranon të jep emrin, por ka folur me ne përmes ndërmjetësit, thotë se kishte pasuri të vogla të grumbulluara gjatë viteve, objekte personale me vlerë, disa kontribute të kursyera, gjëra modeste por reale. Dhe pas periudhës kur ylli i saj po vendoste, kur ata njerëz me lidhje ishin gati të largoheshin sepse investimi nuk kishte më kthim, ato gjëra, sipas rrëfimeve që na arritën, filluan të zhduken. Jo me vjedhje të hapur, jo me dhunë, me kujdesje miqësore, me ruajtje për sigurinë, me mbikëqyrje të domosdoshme. Ata që qanin më fort në dasmat e saj qenë të parët t'i merrnin çelësat e dollapit, thot ky njeri, me fjalë të shkurtra dhe imazh të gjatë. Kishte një gjë konkrete, diçka që ka vlerë jo vetëm simbolike por materiale, diçka e lidhur drejt për së drejti me ato vite të shkëlqimit, e cila, sipas burimeve tona, kishte zhvilluar, sipas burimeve tona të paverifikuara zyrtarisht, nga prona personale e Vaçes në pronën e dikujt tjetër pa asnjë dokument ligjor, pa asnjë nënshkrim, pa asnjë shpjegim, nëse kjo është e vërtetë. Dhe ky dikush tjetër, sipas burimeve tona, nuk ishte njeri i panjohur. Ishte njeri me të cilin Vaçja kishte besim të plotë. Njeri të cilit i kishte dhënë çelësat, jo vetëm metaforikisht. Thuhet se ishte njeriu i cili kishte folur me njerëzit e sistemit. Thuhet se kishte raportuar. Ishte ai njeri me fytyrë miqësore dhe fjalë si mëndafsh. Dhe tradhtia e tij finale, ajo kulmizimi i cili zhvilloi nga raportimet e fshehta në grabitjen e hapur, ndodhi pikërisht kur Vaçja ishte shumë e dobët për të luftuar,
kur armiku i brendshëm kishte pritur me durim të gjatë dhe kishte zgjedhur me saktësi çastin kur ajo nuk kishte më fuqi të mbante sytë hapur dhe të thotë, kjo është imja dhe nuk ta jap, por si ndodhi konkretisht kjo kulmizim i tradhtisë. Dhe çfarë mbeti pas tij në duart e Vaçe Zelës, kur ai njeri u largua me atë çfarë kishte marrë, është historia e 15 minutave të errëta të cilave askush nuk i ka folur plotësisht deri tani. Dhe tani arrim të ajo që ndoshta është fytyra e vërtetë e kësaj rrëfenje, jo fytyra e skenës, jo fytyra e sistemit, por fytyra e atij rënies të qetë dhe të pashprehur, kur dikush me shumë zë zbret ngadalë drejt heshtjes, jo me dramë por me lodhje. Vaçe Zela kishte arritur në pikën kur rryma e brendshme kishte ndëruar drejtim, kur ai energji i madh, ai zjarr që kishte djegur me dekada, kishte filluar të kthehej mbrapa drejt burimit dhe të harxojë atë vet. Kjo nuk është metaforë. Kjo ishte realiteti fizik dhe psikologjik i gruas që kishte dhënë shumë, shumë gjatë, pa pasur asnjëherë një dorë solide ku të mbështetej pa dyshime. Shëndeti i saj, dhe kjo është e thënë me kujdes dhe me respektin e plot të kujtimit të saj, kishte filluar të japë shenja lodhje të thellë gjatë viteve kur izolimi artistik kishte arritur kulmin. Jo sëmundje dramatike me emër të madh të shpallur publikisht, por ato sëmundje të qeta, të heshtura, të atyre njerëzve që kanë duruar shumë dhe trupat e të cilëve mbajnë, brenda vetes, gjurmët e asaj durimi. Sytë e saj, sipas kriminatores që kemi cituar, kishin ndryshuar, jo strukturën, por gjallërinë. Kishte pasur gjithmonë diçka që shkëlqente aty brenda, thot ajo grua e moshuar, me zë shumë të ulur. Si qiriu kur flaka është e qëndrueshme. Por një ditë flaka filloi të luajë, jo nga era, por nga mungesa e dyllit. Ajo bënte gjërat e saj të përditshme. Dilte. Fliste me njerëz. Ndonjëherë këndonte, jo para audiencave të mëdha, por her pas here, në rrethana private, kur dikush e lutej. Dhe kur këndonte, edhe atëherë, zëri kishte gjëja e tij, sepse disa gjëra nuk zhduken dot fare, disa gjëra janë kaq organike sa qëndrojnë deri në fund. Por pas atyre momenteve të rralla, sipas atyre që e shihnin nga afër, lodhja kthehej me forcë të dyfish, si dallg pas tërheqjes. Dhe ajo ulej dhe qëndronte e heshtur shumë gjallë. Ky ishte moduli i vërtet i fundit të karrierës aktive të Vaçe Zelës, jo rënia dramatike e divas, jo skandali publik i ikonës, por ky, grind dhe ngadalë dhe e qetë një mekanizmi të gjatë, mundimi i paemërtuar i dikujt që ka dhënë shumë dhe ka marrë pak, dhe që e ka kuptuar, jo me mendje, por me trup, se dhurata e lirë ka kosto të fshehur, dhe se kostoja paguhet gjithmonë, herët avon, nga ai që jep e jo nga ai që merr. Dhe kitara, ajo kitarë e dhënë atij burri me biçikletë të kuqe, ajo kitarë me trup me njolla dhe korde të ndryshkura, ajo kitarë që kishte shpëtuar familjen e tij në vitet e errëta të mungesës. Ajo kitarë kishte qenë ndoshta gjesti i fundit i lirë të cilin Vaçe kishte bërë para se makina ta mbyllte edhe atë derë. Gjesti i fundit kur ajo kishte qenë, për disa sekonda, vetëm njeri, jo ikon, jo instrument kulturor, jo pronë e shtetit, por njeri me duar dhe zemër dhe dëshirën njerëzore, kaq të thjeshtë dhe kaq të paçmuar, për t'i dhënë dikujt tjetër diçka të vërtetë. Dhe ndërsa ajo shëndetit i shtoi lodhja dhe sistemit i zvogëloi interesi, ndërsa tradhtarët kishin marrë çfarë kishin dëshiruar dhe miqt kishin gjetur drejtim të ri, ajo kishte mbetur me atë çfarë nuk mund t'i merrte askush, me zërin, me kujtimet dhe me atë sekret të mbyllur thellë, sekret të cilin nuk ja kishte treguar kurrë as skenës, as historisë, as kriminatores që i kishte ngrohur duart e ngrira çdo mbrëmje para shfaqjes. Çfarë ishte ai sekret i fundit, ai sekret që Vaçe Zela e mori me veten, i mbyllur brenda si letra e fshehur në telat e kitarës, dhe nëse ai sekret kishte të bënte jo vetëm me kitarën dhe burrin e thjeshtë, por me diçka shumë më të madhe, diçka që preku jetët e shumë njerëzve të tjerë pa e ditur kurrë, do ta zbulojmë plotësisht në kapitullin tjetër. Ishin, sipas disa burimeve të periudhës, 5 njerëz në mbar Shqipërinë të cilët e dinin të vërtetën e plot mbi gjendjen e shëndetit të Vaçe Zelës gjatë atyre viteve të fundit të karrierës aktive. Jo familja. Jo populli. Jo historia zyrtare. Ishin 5 njerëz me pozita specifike, me privilegje specifike dhe me interesa specifike për ta mbajtur atë të vërtet të mbyllur brenda mureve të heshtjes, mjeku personal, i cili kishte marrë udhëzime jo vetëm mjekësore por administrative. Drejtori i ansamblit artistik, i cili kishte nevojë për emrin e madh mbi afishore sa herë që buxheti i tij kishte nevojë për justifikim. Zyrtari kulturor me pushtet vendimmarrjeje, i cili e shikonte Vaçen si kapital të pandalshëm edhe kur kapitali po
Shteronte, kriminatorja e besuar, ajo grua e padukshme me furça në dorë dhe lodh të mbajtura prej vitesh, e cila e dinte por nuk mund të fliste, dhe ai njeriu me fytyrë miqësore dhe fjalë si mëndafsh. Ai i cili kishte arritur nga mbështetja te grabitja, ai që mbante çelsat e shumë dyrëve të rëndësishme. Të pesë kishin nënshkruar, pa asnjë letër dhe pa asnjë detyrim ligjor, një pakt heshtjeje, sepse heshtja u shërbente të gjithëve. Vaçja mund të performonte. Sistemi mund të merrte. Dhe askush nuk duhej ta dinte se pas asaj buzëqeshjeje të gjerë dhe atij zëri të mahnitshëm fshihej trupi i një gruaje që po luftonte çdo ditë, jo me sëmundje me emër të shpallur publikisht, por me atë lodhje të thellë organike të dikujt të cilit i kanë marrë shumë gjatë dhe nuk i kanë lënë kohë të rimbushej kurrë. Dhe kur njëri prej atyre pesë vendosi, pas vitesh bashkëfajësie, ta thyente atë pakt heshtjeje, çfarë zbuloi që i bëri gjithë të tjerët të trembeshin? Mjeku personal, i cili sot nuk është më gjallë, por ka lënë, sipas rrëfimeve gojore të mbledhura, gjurmë të një ditari të ngushtë, kishte shkruar me dorë të vogël dhe të qetë gjëra që dokumentet zyrtare nuk i mbanin asnjëherë. Nëse ekziston vërtet, ai ditar, sipas dëshmive indirekte të mbledhura gjatë hulumtimit ton, do të përmendte vizita të rregullta gjatë të cilave Vaçe paraqitej me simptoma fizike të lodhjes kronike të thellë, jo sëmundje akute. Por ajo grisje e ngadaltë e kushtit të trupit kur mendja ka mbajtur gjithçka shumë gjatë dhe trupi fillon të mbajë barën e saj. Raportet e tij nuk shkoheshin vetëm te familjarët. Shkoheshin edhe diku tjetër. Shkoheshin te zyrtari kulturor, ai me pushtetin e afishore dhe buxheteve, i cili lexonte raportet mjekësore jo si dokument shëndetësor, por si burim informacioni mbi disponibilitetin e artistes. A mund të performoj? Sa kohë tjetër mund të vazhdoj? Çfarë masash duhen marrë për ta mbajtur aktive? Këto ishin pyetjet e tij. Jo, çfarë duhet bërë për ta mbrojtur? Jo, si mund ta ndihmojmë të pushojë? Por, sa mbetet? Dhe kjo logjikë e ftohtë e llogaritjes me njeriun si material, ishte pika ku pirati i brendshëm dhe sistemi i jashtëm bashkoheshin në një. Njeriu me fytyrë miqësore kishte akses te ato raporte. Nuk dihet me saktësi nëse i merrte drejt për drejt apo me ndërmjetës, por dihet, sipas burimeve tona, se kishte informacion të plot mbi gjendjen e saj, informacion që Vaçja vet nuk e dinte se ai e kishte. Dhe me atë informacion, ai kishte ditur saktësisht se kur të lëvizte, kur të merrte, kur të zhvendoste pasuritë dhe kujtimet dhe të drejtat simbolike të saj drejt vetes, pikërisht kur ajo kishte qenë shumë e lodhur për ta ndalur. Pakt heshtjeje mes 5 njerëzve mbi shëndetin e gruas me zërin e artë të Shqipërisë. A mund të quhet kjo tjetër gjë veç se tradhtia e radhës, i fshehur pas maskës së kujdesit profesional? Ekzistonte diçka, nuk është e gdhendur mbi mermer dhe nuk ka 5 kilograme, por ka peshën e gjithçkaje, diçka që Vaçe Zela mbante me veten gjatë gjithë atyre viteve si shenjë e vetme e pronës së pamohueshme mbi veten e saj. Nuk ishte objekt luksi. Nuk ishte ndonjë gjë që sistemi mund ta katalogonte dhe ta merrte lehtë. Ishte një fletore e trash, me kapak ngjyrë blu të zbeth, me faqet e verdha nga koha dhe me shkronja të imta e të dendura, fletore që ajo e kishte mbajtur për vite me radhë, duke shkruar brenda jo ditarin e ngjarjeve, por diçka tjetër, mendime. Strofa të pakëndura, skeça melodike të shënuara me nota, fjalë gjysmë shqip gjysmë ndonjë gjuhë tjetër, si kode private mes saj dhe vetes. Kishte njerëz që e kishin parë atë fletore, kriminatorja e kishte gjurmuar mes sendeve të saj njëherë kur kishte harruar diçka, njëra kolege e kishte zvarritur aksidentalisht nga çanta. Dikush tjetër e kishte parë hapurin mbi tryezën e provave dhe kishte kuptuar menjëherë se nuk duhej ta shikonte, dhe të gjithë e përshkruajnë me të njëjtin varg fjalësh, krejt personale. Krejt e saj. Diçka që nuk i takonte askujt tjetër. Ishte kjo fletore, sipas burimeve tona, burime të cilat i mbajmë me rezervën e duhur historike, ajo gjë të cilën Vaçe Zela nuk e la asnjëherë pas, edhe kur gjithçka tjetër u mor, u largua, u kujdes mirë nga ata që kishin radhën. Dhe kur erdhi ajo periudha e errët e llogaritjes finale, kur njeriu me fytyrë miqësore bëri lëvizjet e tij të fundit dhe ato 5 njerëz të paktit heshtën me kujdes, ajo e mbajti fletoren pranë vetes me qëllim. Jo si armë. Jo si dëshmi. Por si shenjë e fundit se kishte diçka mbi të cilën ai burr me çelësa dhe sistemit me lista nuk mund të shkruante emrin e tij. Tradhtia e atij burri, njeriu që kishte shërbyer si burim informacioni për sistemin, si menaxher jo zyrtarisht por me pushtet real, si gishti që tregonte nga Vaçja kur radhët e mundimeve kulturore duhej të vonoheshin. Arriti kulmin e saj jo me zhurmë dhe jo me ngjarje të madhe.
Kulmi erdhi me një gjë të vogël dhe të qetë dhe shumë të mbret. Ai kishte vjedhur faqet e fundit të asaj fletoreje. Jo tërë fletoret, ai nuk ishte aq i guximshëm ose aq i nxituar. Vetëm disa faqe, të hequra me kujdes, me buzë të prerë rregullisht sikur ndonjëherë ato nuk kishin qenë atje. Faqe mbi të cilat, sipas disa burimeve, Vaçe kishte shkruar gjërat që nuk i kishte thënë kurrë me zë, emra, data, lidhje, gjërat që, nëse do të ishin lexuar nga njerëzit e duhur, do të kishin krijuar pyetje shumë të vështira. Ai i mori ato faqe. Dhe me to mori edhe pjesën e fundit të rrëfimit të saj të brendshëm, i bëri peng sekretit të tij faqet e sekretit të saj. Por fletoria mbeti. Me boshllëqet e saj të qarta, me ato maje të coptuara ku faqet kishin qenë, mbeti si dëshmi mute e tradhtisë, si shenja e plagës mbi shpinën e librit. Dhe kur Vaçe e kuptoi, jo menjëherë, jo me siguri absolute, por me atë lloj njohje të thellë që nuk ka nevojë për prova kur e ke ndier për vite me radhë se diçka nuk shkon, ajo nuk bëri zhurmë. Nuk akuzoi. Nuk thirri. Thjesht mbylli fletoret dhe nuk shkroi më brenda tyre. Kur njeriu më i besuar merr jo vetëm pasurinë por edhe fjalët e brendshme, çfarë mbetet nga liria e personit pas asaj? Disa vjet para se Vaçe Zela të largohej nga kjo botë, ndodhi diçka që njerëzit e afërt e shpjegojnë ende me zë të ulët dhe me fjalë të pakta, sikur duan ta tregojnë pa ta bërë shumë reale. Ajo filloi të japë gjëra. Jo me ceremoninë e dikujt që ka vendosur t'i vendos rregull gjërave, por me atë qetësinë e thellë dhe të qëllimshme të dikujt i cili ka kuptuar se koha ka ndëruar naturalin dhe ka vendosur ta jetojë atë ndryshim me dinitet, pa dramë, pa ankim. Libra të ringjallur nga grumbujt e viteve, foto me kuadro druri, shënime muzikore me dorë, të gjitha shkuan të njerëz të ndryshëm, zgjedhur me kujdes, me logjikën e dikujt që di saktësisht ku ndodhet çdo gjë dhe ku dëshiron të shkojë. Kjo nuk ishte kapriço, ishte testament, jo ligjor, jo me noter, por njerëzor dhe real, me peshë shumë më të madhe se çdo letër me vull. Dhe midis atyre gjërave të dhëna, midis atyre zgjedhjeve të bëra me qetësi dhe me lodhje të dinjitetshme, ekzistonte edhe diçka tjetër, diçka që askush nuk e ka konfirmuar publikisht, por që burimet tona e përmendin me kujdes dhe me besueshmëri relative. Ajo kishte lënë pas një dëshmi gojore, dhënë vetëm një herë, vetëm njërit prej njerëzve që i kishte mbetur besnike deri në fund. Griminatores me furçat dhe me duart e ngrohta, mbi kitaren dhe mbi atë sekret të cilin historia zyrtare nuk e kishte ruajtur dhe historia familjare nuk guxonte ta tregonte. Kjo dëshmi gojore nuk ishte akuzë. Nuk ishte lamen. Ishte sqarim i qetë, i qëllimshëm, si letra e vjetër e fshehur nën tela, si fjalët e shkruara dhe të mbartura deri në fund. Kishte qenë ajo e para, jo sistemi, jo urdhëri, jo njeriu me pallto të zezë dhe çantë lëkure. Ajo kishte qenë arsyeja e vërtetë pse kitara kishte shkuar te ai burr i thjesht me biçikletë të kuqe. Sepse Vaçe e kishte njohur atë njeri prej vitesh. E dinte historinë e tij, gruan e sëmur, fëmijët me cip të ngrirë mbi gishtërinj, ditët pa bukë të mjaftueshme, dhe kishte vendosur, me atë vendosmërinë e qetë të gruas që ka mbajtur shumë vetë dhe nuk mund ta shoh fqinjin me zemër të rënë, se ai njeri kishte nevojë për diçka që mund ta ndryshonte. Kitara, e shitur te instrumentistët e Tiranës apo e mbajtur si trashëgimi, vlen shumë. Jo shumë si perëndimi, por shumë si Shqipëria e atyre viteve, sa bukë për dimrin, sa drita nate, sa shpresë e dukshme për fëmijët. Urdhëri kishte ardhur vërtet 4 ditë pas asaj bisede. Por ishte Vaçe ajo e cila e kishte drejtuar urdhërin drejt atij burri specifik. Kishte qenë akti i saj brenda kornizës së sistemit, e vogël sa një frymëmarrje, e lirë sa mundësia e fundit në atë brez të ngushtë lirisë. Dhe kjo ishte sekreti i fundit, jo që dhurimi kishte qenë i rrejshëm, por që kishte qenë i dyfisht, i kontrolluar nga sistemi dhe i ndriçuar nga zemra e saj njerëzore njëkohësisht. E vërteta nuk ishte e zezë ose e bardhë. Ishte kjo, ajo kishte gjetur, brenda zinxhirit, mënyrën për ta bërë diçka të vërtetë. Griminatoria, me lodh që nuk I mbajti dot kur tregoi këtë, tha vetëm kaq, ajo na shpëtoi shumë njerëz ndërkohë që askush nuk e shpëtonte atë. Dhe e dinte plotësisht. Por vazhdoi gjithsesi. Çfarë na mëson kjo rreth asaj që quajmë lirinë, kur liria ndodh jo jashtë sistemit por brenda tij, e vogël si drita mes gishtrinjve, dhe a mjafton kjo lloj lirie për ta quajtur veten të lirë? Vaçe Zela la këtë botë në shkurt të vitit 2014 në Basel të Zvicrës. Kishte nderime shtetërore, sepse sistemi dita nderoi atë që nuk e ndihmoi, por ato nderime ishin ftohtë ceremoniale pranë ngrohtësisë njerëzore. Sepse kishte njerëz.
Kishte njerëz të thjesht, me shirat e vjeshtës mbi supe, të mbledhur në Tiranë, ku trupi i saj u kthye për nderimet të fundit, të cilët nuk ishin thirrur nga askush dhe nuk kishin marrë ndonjë lajmërim zyrtar. Kishin ardhur vetë, sepse ai emër kishte jetuar brenda tyre si diçka organike, si memori e trupi, dhe largimi i tij linte boshllëk fizik. Ata njerëz mbanin lule, jo lule të blera nga dyqanet e qytetit, por lule që shumë prej tyre i kishin marrë nga kopshtet e veta të vogla, me gishtat e nxirr nga dheu i vjeshtës. Kjo ishte nderi i vetëm i vërtet, jo ordini shtetëror, jo titulli, jo nekrologu zyrtar i lexuar me zë monoton, por ato lule nga kopshtet e thjeshta, me dheun e vjeshtës akoma nën petale. Njeriu me fytyrë miqësore, ai i cili kishte raportuar, kishte marrë, kishte vjedhur faqet e fletorit dhe kishte pritur me durim çastin e dobësisë, nuk u largua i dënuar, nuk u poshtërua publikisht, nuk u kap me dorën brenda. Kjo është realiteti i idhët i historisë, se predatorët e durimshëm nuk kanë zakonisht kulmizimin dramatik të dramave me morale të qarta. Ai vazhdoi jetën e tij. Mori të tjerët me të cilët kishte lidhje. U plak. Dhe gjërat e vogla e të mëdha që kishte marrë, materialet, simboliket, faqet e fletorit, mbetën ku i kishte vendosur, pa asnjë llogaridhënie, pa asnjë dorëzim. Drejtësia e historisë nuk erdhi me dënim gjyqësor. Erdhi me mënyrën shumë më të qetë dhe shumë më të vrashtë, historia e mbajti emrin e tij të padukshëm. Të padukshëm si kishte vendosur ta mbante vaçën, si vegël, jo si njeri, dhe ironia e fatit u bë ajo. Emri i tij nuk ekziston sot as në arkiva, as në libra, as në kujtesat që ja vlen mbajtja. Vaçe Zela, ajo grua me zërin hynor dhe me duart e ngrira para çdo shfaqjeje, mbetet. Ai, me gjithë llogaritjet dhe raportrat dhe faqet e vjedhura, ka shpërbër. Burri me biçikletë të kuqe, ai njeri i thjesht nga qyteza e vogël, ai i cili kishte marrë kitaren me dorë të dridhur, është plakur. Nëse jeton akoma, jeton diku në heshtjen e dinjitetshme të dikujt që ka mbajtur me vete diçka shumë të shtrenjtë dhe nuk e ka dhënë kurrë me tepri. Kitara ka qenë me të, jo si ekspozit, jo si kapital, por si gjë e thjeshtë e jetës, si çdo objekt që ka prekur duart e dikujt të rëndësishëm dhe ka mbajtur brenda vetes ngrohtësinë e atij preku. Fëmijët e tij, ata fëmijë me cip të ngrirë mbi gishtërinë, ata fëmijë për të cilët kitara kishte vlerën e bukës dhe shpresës, janë rritur. Dhe ndoshta e din. Ndoshta dikush u ka treguar. Ndoshta ndonjëri prej tyre, duke korrur duart trokitjet e suksesit të vet modest, kupton se rënja e atij suksesi qëndron tek duart e një gruaje që nuk e kishte takuar kurrë personalisht, por kishte vendosur ta ndihmonte gjithsesi, brenda zinxhirit, me të vetmen liri të disponueshme atë ditë. Dhe fletorja me kapak ngjyrë blu të zbeth, ajo me faqet e munguar, ato boshllëqe të dukshme ku tradhtari kishte nxjerr fjalët e saj, mbetet diku. Nëse ekziston akoma, nëse ndonjë antar i familjes e ka ruajtur mes gjërave të tjera të vjetra, ajo fletor me boshllëqet e saj flet shumë, jo me fjalët munguar, por me vetë mungesën e tyre. Sepse boshllëqet tregojnë formën e gjërave që ishin atje. Dhe forma e gjërave të vërteta ngel, edhe pasi gjërat vetë zhduken. Historia e Vaçes Zelës nuk është historia e ikonës qëra. Është historia e njeriut i cili kishte akoma diçka shumë njerëzore, të dojë, të japë, të mbaj sekret me dinjitet, ndërkohë që sistemi kishte vendosur prej kohësh se ai njeri ishte instrument, jo individ. Dhe sekreti që ajo mori me veten, ai sekret i fundit, i dy fisht, i bërë brenda zinxhirit, ishte ndoshta triumfi i vetëm i vërtet i saj mbi gjithçka, se kishte jetuar dhe kishte vepruar si njeri, i lirë sa mund të ishte, deri në fund. Populli e dinte. Populli, me ato lule nga kopshtet me dheun e vjeshtës mbi petale, e ka ditur gjithmonë. Miq, ju lusim tani me zemër të hapur, si e shihni ju Vaçes Zelën, gruan dhe artistën, jo ikonën zyrtare. A ishte ajo viktime e sistemit, e rrethimit, e atyre njerëzve me çelësa dhe raporte, apo kishte edhe ajo zgjedhjet e veta, ato të vogla e të mëdha, që e bën historinë e saj atë çfarë është? Shkruani mendimin tuaj në komente, ne duam të dimë nëse e kujtoni Vaçen në qytetin tuaj, nëse e keni dëgjuar emrin e saj nga gjyshërit apo prindërit tuaj, nëse muzika e saj ka prekur ndonjëherë diçka brenda jush. Çdo kujtim, edhe i vogël, ka vlerë shumë, sepse kujtesa kolektive është e vetmi arkiv e vërtet që asnjë sistem nuk mund ta mbyllë. Nëse kjo histori ju la diçka brenda, lini një like për të vërtetën dhe abonohuni, sepse kemi akoma shumë histori të tilla, histori të njerëzve të mëdhenj dhe sekreteve të tyre, histori që historia zyrtare nuk i ka treguar kurrë plotësisht.